Shejtani alayhi lana, një prej kurthave të reja, me një zgjerim pak më të gjana që kemi ligjëruar më herët, prej kurthave të shejtanit është loja e bigjozit apo komarit. Krejt na e dim, ka njëherë mundomi me arsjetu se hoxh nuk është komar, kjo është loje fatit në përmjet kësaj loje me atë loj, ose kjo loj tjetër me atë tjetër. Çdo investim pa mund, kapital për të fitu pasurin tjetër pa pun, është haram. Dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë punë. Unë nuk du të flasë se Allahu na ka tregu para 1400 vjetëve dhe ka thonë: ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar Allahun, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wal azlam, çka thot Allahu në Kur'an? Allah për na tërheq vërejtjen për alkoholin, për na tërheq vërejtjen për senet e fliqura, edhe një prej ata për na tërheq vërejtjen për bigjozin apo komarin. Po thot kjo është vepër e shejtanit, ata që largohen e janë njerëz të shpëtuar. Mos më zgjat shumë, cila është rreziku dhe pasoja e kësaj kurthe të shejtanit që djemtë ton marrin pjesë në secilin lagjet ton, secilin çasht ton kanë qel loja të fatit edhe të bëhen milioner për 5 minuta. Edhe ata janë njerëz që janë në ndikimin e shejtanit. Për çka? Se mendja e tij ai ban, do të thotë, ndikim në mendjen e tij dhe në jetën e njerëzit. Prandaj komari ndikon në aspektin individual, që mendja e tij është e lidhur vazhdimisht për komari. Edhe kur të është në shtëpi, edhe kur nuk është në shtëpi, edhe kur është në rrugë, vazhdimisht kur ka me fitu. Dhe unë nuk di dikun që i thojnë dikujna zotni komargjia, zotni pianeci. Jo, zotni pianeci si thojnë dikujna, as zotni komargjia, se përfundimi i tyre është nënçmues dhe i poshtrus. Se ai që nuk e praktikon dhe nuk largohet nga fjala e Allahut, që Allah i ka thonë largohu, ti e ke ndjek rrugën e shejtanit, ti ki mu kanë i nënçmuar. Prandaj, ndëgjoni me vëmendje, shejtani ta merr mendjen nëpërmjet kësaj loje, dhe mendja jote është e lidhur në lojën e fatit 50 vjet komargji kur zengin si zbashti. S'ka dikush milioner zengin. Milioner komargji nuk ka. Krejt përfundojnë keq. Pse? Fukara edhe në xhep, fukara edhe në mendje, se shejtani ta ka marrë më të çmueshmën mendjen. Prandaj pasoja më e madhe është e mendjes. E dyta, ai që lun komar është kurthe shejtanit, kur ta merr shejtani mendjen ti skivak me arë në xhami. Jesudduna an dhikrillah, të largon nga dhikri i Zotit, nga namazi, nga Kurani, nga adhurimi, nga punët e mira. Atëherë edhe trupi jot nuk ka vak mi bë ibadet Allahut subhanahu wa taala. Atëherë ndikon edhe në pasurinë e komargjisë. Ruajtja e pasurisë është emanet që Allahu ty dhe mua na ka dhënë. Na ka dhënë emanet për me fitu me halal, me harxhu me halal, me dhënë zeqat, sadaka dhe me fitu në formën e halalit. E ky emanet që na ka dhënë Allahu mallin, el mal malullah, malli është malli i Allahut. Nuk na ka dhënë Allahu mallin me shku me lënë në komar. Po është emanet ta ushesh familjen tënde dhe të varfrit, ta ushesh vetveten, familjen dhe të varfrit. Kur po ta marr ka mendjen shejtani, po ta marr ka dhe pasurinë, po ta marr ka dhe ibadetin, atëherë ta merr edhe kohën, edhe vazhdimisht jeta jote, ajo më e çmueshmja, mendja, pasuria, familja dhe koha, po ti marr ka shejtani alayhi lana, se rregullisht i je lidh. Është e vërtetë vëllezër kjo? Po. A so shkurt e shejtanit kjo? E pas këtë kësajna, ka shumë smundje tjera që vinë, po këto janë smundje individuale, smundja e mendjes, s'mund më kanë normal komargjia me mend. S'mund më kanë normal me ibadet komargjia, se s'ka vakt. S'mund më kanë menaxhimin mi qumi ushqy, sa baballari ka lënë fëmijë të uritur për shkak komarit, të zhveshur për shkak komarit. E kjo është shkurt e shejtanit. E pastaj lind armiqësia, kur të ulesh ti karshi, armik e ke ata, kur ti flet si mik me ta, po e ke armik, se ti ke fitu 10 vjet e ke punuar për 5 minuta ta fiton. Prandaj mbjell adawa, wal baghdha, urrejtje dhe armiqësi. Sa njerëz janë vrarë dhe janë prej për shkak komarit. Sa njerëz kanë humb pasurinë komar, sa njerëz kanë humb jetën për shkak
komarit. Prandaj o vëllezër, lutim Zotin e Madh që Allahu i Madh neve dhe juve Allahu të na ruan nga kurthat e shejtanit. E një prej kurthave të shejtanit është bigjozi, komari dhe llojet e sajna. E lutim Allahun që Allahu rinin ton ta udhëzon. E ata që i çelin ato shopa, ato do të thotë vende ku luhet komari dhe i bëjnë hizmet ata në rajtar të xhehenemit. Ata janë shejtan dhe argat të shejtanit. Edhe ata që hinë aty në vend ku luhet komari nuk ka vend për melaçe. Aty ka vetëm shejtan. E lutim Allahun na ruan neve dhe çdo musliman nga kurthat e shejtanit dhe nga ato vende më të vëllëqura që marrin pasurinë dhe mallin e besimtarëve. E lutim Allahun e Madh rinin ton ta udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu ta ngrit vetdijen, t'ia uron të rridhe mendjen ton, shnetin ton, pasurinë ton, familjen ton, kohën ton që ta shfrytëzojmë duke e madhëruar Allahun